Dhimbja nga ndarja me ish bashkëshortin më shkatroj hoxh. Allahu musta'an. Allahu të nimoft, Allahu të letoft. Motër, aje nda ti me dëshirën tane, atë ka nda aj. A mendon që faj ka qenë të ti apo të aj. Apo ndoshta të ka vdek bashkëshorti. Të gjitha këto situata janë shkak që me shtu ose me zvoglu dhimbjen. Nëse të ka nda, pa kur farhaku. Mos dhimet shumë ai burr. E nëse për shkaqe tjera, atër dush me ndje dhimbje. Nëse normal ka vdek, Allahu më shëraft. Zavendësoj e dhimbjen, apo mundo ta zavendësoj dal nga dal me dua, me namaz, me sadak. Edhe rrim atë bindjen se do ta gjesh në xhenet inshallah taala. Nëse e nda me fajtanin, atëherë po të këshilloj ty edhe pse veç është kry çështja jote, por këshilloj gra tjera të cilat për pak sen dojnë me uda me burrat e vet, aman mos u ndani. Mos u ndani se nuk është lehtë me jetu pa burr. Në një kohë të sfidave, mos u mashtroni me reklamat edhe pompoziteti që i bëhet ti je e zoja vetë me jetu. Ti s'ki nevoj për me ju nënshtru një burri, daju prej ti. Shteti të asiguran ty banesën, shteti ty t'jep ka 500 euro. Me dal lloj shoqata dhe individ që të stimulojnë, që të nxitin prej shumë e burr, thirrja policin, daju prej ti. Nuk është kollaj. A disa kollaj është si fjalë, si reklama, po në jetën praktike nuk është kollaj. Mos i ngani ata. Mos i ngani, bani sabër ka pak. Na dim se nuk du të kapet dikush për këtë video time dhe të thot që apo thot kë. Ju e dini se në videot tjera dhe ne jemi për me javon hakun, burri gruz, gruja burrit, kërkush mos mi bë kërkuj zullum. Por jo për një fjalë goje, për asgjë, me arë punë e munda tash me pas kjo motër dhimbje edhe shkatroj dhimbje. Çka me bëj motër? Tash, fal namazin për me qetësu vetën. Ban dua namaz Allahu me të nimu. Thuaj edhe këtë dua që e kam mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ummu Selamën kur I ka vdek bashorti, o Allah, më shpërblet për fatkeqësinë që më ka godit. Edhe këtë fatkeqësi ma kompenzo me diçka më të hajrit. Bane këtë dua. Ama bane me bindje e vetëm thjesht fjalë goje. Runi, keni kujdes për bashortët tuaj e për pak sen mos u prishni. Allahu ju nimoft, Allahu ju letoft jetën bashkërtore.